unë mbaj mend që lobonte pafundësisht me shtetin që të bënte një ligj për të drejta televizive në mënyrë që bie fjala whisky, libraria, meqense i njohim dhe i kemi miq. Ata e marrin një paket 300 euro në vit, 250 euro në vit. Sa një familjar. Sa një familjar. Ndërkohë që të ardhurat që ata fitojnë vetëm nga monitorët e ndeshjeve janë shumë të mëdha. Ja shtetit janë më të shtrenjtë. Pubet në Angli paguajnë afro 15.000 pound, 20.000 pound në vit për të dhënë për të transmetuar ndeshjet e futbollit, te kompania që ka blerë të drejtat, se ky digital me Supersporti apo Tringu i ka blerë të UEFA dhe Rishet, janë të gjithë rishitës të së drejtave për territorin X. Dhe por ama ata kishin pay per table, pra të shkojnë nëse do të shkojnë një ndeshje Manchester United Arsenal në pub, do paguaj 5 pound ose 10 pound vetëm për tarifën e ndeshjes së tavolinës. Edhe kam qenë herë në Vjenë, mos gaboj me dy miqtë e mi dhe donin shikonin një ndeshje dhe ne shqiptarët kemi pas një gjë nga ignoranca sjell irritim. Kjo pasojë se ne irritoheshim shumë shpesh sa herë na vinin përballë përpara ca fenomeneve dhe nga që jemi të tipa nxituar nuk arrim dot të dëgjojmë shpejt arsyet sepse nuk di gjëja dhe ne bëmë atë protestën tonë që ky muhabet në Tiranë, shef ndeshjen falas. Ata dhe më pas kur hyra në digital më shpjeguan që shiko ata do nxjerrin paratë. Pra është një sistem zinxhir pra që në Shqipëri nuk është. Ndërkohë që për marketingun për këto lejë një kuriozitet. Makroni që vesh fanellën e Shqipërisë jep para apo merr? Jep para. Paguan shumë para. Paguan shumë para. Shumë para. Për tregun nuk di të them shifra.